unë kam ditur që ti mbaj këto, jam përpjekur ti mbaj këto marrëdhënie të ngrohta, të zjarrta, profesionale, dhe kështu që kur unë kam bërë një apo 2 herë apo 3 herë kërkesë dorëheqje, Topi është kujdesur me shumë gentilezë, me shumë vërtetësi, me shumë dashamirësi të marrëzoj, duke më bindur në çdo lloj forme. Nga ana tjetër, unë ndihem komod dhe kam ruajtur raportin e korrektësisë. Nuk ka qelluar asnjëherë që unë të shkoj pa përgatitur në punë. Gazi sa vjet u bëre te Portokallia? Kam hyrë në vitin e 20. Ke hyrë në vitin e 20. Patjetër që ka lëvizje. Si ishte për Portokallia kur erdhe ti, edhe si është sot? Histeri masive. Njerëzit kishin histeri masive. Kishin? Po sepse sot tregu është hapur, Portokallia nuk ka forcën që ka pasur dikur, por Portokallia vazhdon të ngelet. Por edhe produkti nuk është njësoj, kam përshtypjen. Po, por disa gjëra janë ruajtur. Prandaj her pas here unë dua teatri. Shiko, është produkt komercial, është produkt që duhet. Portokallia lindi në një periudhë kur shqiptarët nuk dinin ku kishin kohën, sepse përhatër të gjithë atmosferës, historisë sonë, ti e kupton, në 2004 kur u shap Portokallia, policia mblidhte kallashët e 97-s akoma. Por atëre kam përshtypjen si ndjekse e Portokallisë dhe natyrisht duke qenë edhe shumë aktor koleg, kur e kam parë në fillim kishe tjetër skrupulozitet në materiale dhe sot shihen shumë klikimet. Pra, klikimi duhet jetë cilësi, klikimi duhet jetë kriter, si mendon? Kjo bota e klikimit po na merr shumë në qafë, kam përshtypjen unë. Është njësoj si ato lajmet që na prishin Terezin çdo ditë. Po, kjo është vërtet, po nuk i jap unë dot zgjidhje kësaj. Unë mund të them këtë. Kur unë dal në televizor, më intereson mendimi i Naun Shundit dhe jo i një njeriu që ka një celular në dorë. Por Nauni nuk di ta përdori celularin si ai që e ka në dorë, por mua më intereson Naun Shundi dhe kolegët e vet kur më japin mendimin. Nuk më intereson, më falni që shprehem kështu, po një idiot që dikur thoshin Ego ka thënë dikur budallajin e fshatit Umberto Eco, po. Po, e kishin. Tashmë budallaj është bërë. Budallaj ka një celular.